Bllokimi të zonës së samitit nga ora 06 deri në 18 të datës 16/5/2025 do të jetë i pa aksesueshëm nga këmbësorët dhe mjetet i gjithë perimetri i sheshit Skënderbej, ku do të zhvillohet aktiviteti, perimetri i cili përfshin nga kryqëzimi bulevard Jean d'Arc te kryqëzimi i rrugës Myslimshyri, nga kryqëzimi i rrugës Ibrahim Rugova me Myslimshyrin deri te kryqëzimi i bulevard Dëshmorët e Komit në urën e bulevardit, nga kryqëzimi i rrugës Myslimshyri deri te kryqëzimi me rrugën e Kavajës dhe rrugën e Durrësit, rrugën Det Gjon Luli, rruga Urani Pano, në vazhdim rruga e Barikadave deri te kryqëzimi i rrugës George W. Bush nga bulevardi Zogu Park deri te Ish Cirku. Nisur nga ky perimetër kufizues i zonës, bulevardi Zogu Park në drejtim të sheshit Skënderbej do të devijohet tek Ministeria e Drejtësisë, tu bëhet fjalë për automjetet. Rruga e Durrësit do të devijohet tek Ministria e Arsimit dhe Sporteve. Rruga e Kavajës do të devijohet tek semafori tek xhamia. Rruga Myslimshyrit do të devijohet tek kryqëzimi me rrugën Sami Frashëri. Rruga e Dibrës do të devijohet tek Selbia dhe rruga Hoxha Tasin do të devijohet tek kryqëzimi i rrugës Tet Fatashk. Bllokimet të akseve rrugore. Bllokimet të plot të aksit rrugor për qëllim sigurimin në rrugkalimin e delegacionit që vijnë nga aeroporti Nën Tereza dhe pikat e tjera kufitare si Hani Odit apo nga Morina, në datë 14/5/2025 nga ora 22 deri në orën 23 do të ketë bllokim të plot të lëvizjes së automjeteve në aksin rrugor aeroporti Nën Tereza Rinas, hyrja në autostradën e re Thuman Kashar, autostrada Tiranë-Durrës mbi kalimin e Kasharit, kryqëzimi tek Ishe Shqiponja, Unaza e re Krau Astirit, kryqëzimi te Pallati në Shigjeta, rreth rrotullimi Saukut Vjetit, rruga e Elbasanit, Hotel Plaza. Në datë 15/5/2025 nga ora 8 deri në 24 do të ketë bllokim të plot të lëvizjes së automjeteve në intervalin e kohës së lëvizjes së delegacioneve në aksin rrugor aeroport Nën Tereza, Rinas, hyrje në autostradën e re Thuman Kashar, autostradën Durrës-Tiranë, mbi kalimin e Kasharit, kryqëzimi te Ish Sheshi Shqiponja, Unazë e re, rreth rrotullimi Saukut, rruga Elbasanit, Hotel Plaza, W. Bush, rruga 28 Nëndori, rruga e Dibës, rruga Urani Pano, sheshi Skënderbej, vendi i aktivitetit. Po kështu në datë 16/5 në orën 06:30 deri në orën 11:30 do të ketë bllokim të plot të lëvizjes së automjeteve në aksin rrugor aeroport Nën Tereza, Rinas, hyrje në autostradën e re Thuman Kashar, autostrada Durrës-Tiranë, mbi kalim Kasharit, rreth rrotullimi sheshi Unazë e re, rreth rrotullimi Saukut, Hotel Plaza, George W. Bush, rruga 29 Nëndori, rruga Dibës, rruga Urani Pano, sheshi Skënderbej, vendi i aktivitetit. Në datë 16/5/2025 nga ora 13 deri 18 do të ketë bllokim të plot të lëvizjes së automjeteve në aksin rrugor sheshi Skënderbej, rruga George Bush, rruga Elbasanit, rreth rrotullimi Sauku Vjetër, Unaza e re, Krau Astir, autostrada Tiranë-Durrës, autostrada e re Thuman Kashar dhe aeroporti Rinas, pra jemi në momentin e kthimit. Nisur nga këto bllokime në këto orare qytetarët dhe drejtuesit e mjeteve lutem ndjekin udhëzimet e policisë dhe të përdorin rrugë alternative që do të sugjerohen. Për në Rinas do të jetë e aksesueshëm aksi rrugë dytësore të autostradës Tiranë-Qafe Kasharit, Rinas, Unaza Veriore, Degëzimi Paskuqanit, Institut, Kamës, Domje, Laknas, Rinas. Për zonën e Astirit do të jetë e aksesueshëm rrugët nën kalimi Pallatit në Shigjeta, mbi kalimi i rrugës Teodor Keko, mbi kalimi i sheshit Shqiponja dhe gëzim i lidhjes me rrugët dytësore. Për zonat
për zonën e qytetit Studenti, rruga Qamil Guranjaku, bloku i Vilave Gjermane do të ketë akses në dalje në rrugët alternative në bulevardin Barancur në drejtim të Brylit. Për hyrjen dhe daljen në spitalin Shevqet Ndroqi, tek rrethi i sanatoriumit do të ketë her pas here devijim sipas orareve të delegacioneve dhe mund të kenë akses pjesë të rrugës Pasho Hysa në drejtim të rrugës Ali Deni.